Nesër mbrëma në ora 19 me shfaqje në përballje me vdekjen nga Teatri Tetovës në Qendrën për Kulturë në Kretshov do të hapet zyrtarisht edicioni i 5 jubilar i Festivalit të Teatrit Tuskana Fest, organizuar nga shoqata artistike Artaktus. Regjisoria Afërdita Nuhi, duke prezantuar programin e këtij viti, theksoi se nga data 10 deri më 13 dhjetor, publiku kretskovar do të ketë mundësinë të shijojë performanca nga trupa të ndryshme teatrore, të cilat do të sjellin një spektakël të vërtet artistik. Atëherë do kisha dashur fillimisht t'ju them shumë faleminderit gjithëve. Faleminderit juve media që vini, na përcjellni edhe të tregojmë të shfaqim për qytetin tonë të gjithë punën tonë që e bëjmë pandal. Atëherë këtë vit është viti jubilar i festivalit Tuskana Fest, është viti i 5 që ne e mbajmë këtë festival. Si gjithmonë, domethënë edhe si herave tjera ne jemi munduar shumë denjësisht që ta përfaqësojmë Tuskana Festin me shfaqje shumë të mirëfillta, edhe shumë të mira të gjithë Maqedonisë. Kryesisht kësaj here programin e kemi pak më dinjitos, pak më serioz në kuptimin e shfaqjeve që janë më të mëdha, ka trupa më të mëdha, ekipet janë shumë më të mëdha, teatrët normal që njihen. Domethënë kemi festivalin mbahet festivali nga data 10 i 12, domethënë që nis nga nesër deri në datën 13. Kemi 4 shfaqje, domethënë janë 4 ditë, por kemi 5 shfaqje brenda programit. Atëherë dita e parë do e përfaqësoj Teatri i Tetovës me shfaqje në përballje me vdekjen, që është me regji time. Dita e dytë është Teatri Shqiptar i Shkupit, që do e përfaqësoj me shfaqjen Të rresh apo të mos rresh, me regji të Shkumbimi i Strefit, që është nga Kosova. Ditën e tretë kemi 2 shfaqje, të cilët u bëja apel edhe të gjithë prindërve, sepse shfaqja e parë do jetë në 12 ora. Edhe është shfaqje për fëmijë. Do kisha dashur gjithë qytetarët vinë të sjellin fëmijë që të shohin shfaqjen, sepse është një shfaqje shumë e mirë, është Teatri i Kumanovës. Pastaj në mbrëmje kemi një shfaqje tjetër, e cila është e qytetit tonë, që bëhet nga një aktor i qytetit tonë, është në shfaqje maqedonase në orën 7 në mbrëmje, edhe pastaj natën e fundit do e përmbylli Teatri i Gostivarit në shfaqjen Cilindrin në regjin time. Festivali do të sjellë emocione dhe art skenik, duke shndruar Kretshkovën në qendrën kulturore gjatë këtyre ditëve.